Jam e sigurt që un jam klientja më e shumtuar që i ke bërë ndonjëherë laminimin. Kështu më tha vajza që erdhi për të bërë vetullat. Vinë në studio dy vajza që kishin lënë takimin për të bërë laminimin te ne. I vendosëm testin e alergjisë për të nisur me punën. Pasi pam që nuk kishin asnjë reagim gjatë testit, po bisedonim për formën dhe çfarë donim të bënim te vetulla. Njëra nga vajzat ishte e qartë se çfarë donte, vetulla të drejta, tha ngjyrë të zbet dhe ndryshim drastik. Ndërsa vajza tjetër, shumë e mërzitur, shiko tha mua s'më rregullon dot laminimi këtë fytyrë të shpifur që kam, tha, por gjithsesi mund të bësh çfarë të mundesh. Dhe qeshi lehtë që mos ndihen siklet nga këto fjalë që tha. Jo, i thash përkundrazi, ti ke vetull shumë të plotë dhe gati të pahequr. Duke qenë kështu, thash e ke shumë afër me syrin dhe s'të duket as ngjyra e bukur e syve që ke. Jo, tha, mos më bind kot, tha, e di që jam shumë e shumtuar, po erdha se më bindi kjo shoqja që të provonim një herë laminimin dhe s'doja ta mërzisja. E di çfarë thash? Me që qen ka puna kështu, thash do bëjmë një makeover. Do bëjmë lash lifting, pak pastrim të pushit të fytyrës, ndoshta edhe pak extension në fund që të duket syri të rrequr dhe sigurisht laminimin e vetullës. Mbaje mend thash që do të ndryshoj shumë pamjen, por do jenë ndryshime natyrale. Laminimin e vetullës erdhe ta bësh vet, këto të tjera ti ke nga unë. E pash që u bë shumë qefi në atë moment, por realisht nuk isha parë një vajzë aq të mërzitur me pamjen e saj. Kur vazhdonin diskutimin, më thoshte jam e shumtuar, të gjithë ma thon, çunat s'ma afrohen se jam si djalë, jam e shëndosh, kam vetullat e bashkuara etj etj. Përfundimisht vetëm gjëra të këqija. Shikoj thash, nëse ti vazhdon mendon këtë gjë, kështu thash do vazhdoj. Nëse ti ndërkohë nuk ndihesh mirë se të shikojnë me vetullat e bashkuara për shembull, mund t'i rregullosh. Çfarë ti mundesh dhe është brenda natyrales, patjetër që mund ta rregullosh. Mund të nisësh dhe pak brapin, thash të fillosh të bësh gjëra për veten. Kështu motivova dhe vet ndërkohë që po flisja. Njëkohësisht po vazhdonim dhe me punën, hoqëm të gjithë pushin e fytyrës, kur them të gjitha dhe pushin që kishte te balli. I bëm edhe levelën e qerpikëve, i vendosëm pak extension foxi në fund të syrit që të tërhiqej pak. Dhe laminimin këtë radhë e bëm shumë të theksuar, pra nga një formë të çrregullt e bëm vetullën komplet të drejtë dhe të formësuar. E luta shumë të më linte t'i bëja një video, por ishte e kohë, të paktën në fund t'i dash pasqyrë. Dhe në fund nga gjithë ajo që folëm, si dhe rezultati, ja plasi të qarës. Pasi mblodhëm veten të dyja se s'mund të lejohej që të kishte kontakt me ujin për 24 orë, vetëm e pash kur buzëqeshte sa herë shikoi në pasqyrë. Historia si gjithmonë nuk është për klientën në video, por ju lutem shikoni pak transformimin që kemi bërë me klientën tonë. Kështu dukej vetulla përpara se të nisim me procedurën, dhe nëse do e vini re, fijet janë pak të çrregullta, ne kërkonim që me laminimin të rregullonim formën, të rregullonim pak pjesën e ngjyrës dhe të shtonim pak volumin. Dhe kështu doli vetulla në fund.